Jemi në agroturizmin më të spikatur të zonës, në një vend që unë e kam fort për zemër, të cilin e kam ndjekur qysh në nisje, në një prej zonave më tërheqëse të Tiranës, dhe që quhet Nano Resort. Në fakt, në gjykimin tim personal, unë mendoj që është i vetmi agroturizm i vërtet, që do të thotë gjithçka nga toka në tavolinë, dhe jo vetëm kaq, por një proces i tërë që zhvillohet në këtë pjesë të bukur të Tiranës, edhe në fakt gjithë kjo punë e madhe që ne do t'ju tregojmë gradualisht në këtë episod, ka një arkitekt ose ka një autor dhe ai është pikërisht Kliti Nano, që është praktikisht i zoti i shtëpisë, edhe që unë në vend që të them mirë se erdhe, do them mirë se të gjeta. Mirë se erdhe. Shumë faleminderit që na prite. Kënaqësia është imja. E di shumë mirë që sa herë që dikush vjen të takon, përveç paketës cigareve në xhep, të gjen edhe gërshërën krahasitse. Po patjetër që patjetër, edhe ato. Pa kompletu nuk lëviz do. Por pra është e pamundur që të vish të djesh ty këtu në resort edhe të mos kesh me vete minimalisht 1 apo 2 vegla punë në dorë. Po koha është më duket e shkurtër dita. Nga punët që janë, po të ndjekësh një nga një punët dita, do të shkurtër. Unë në çdo çast do të jemi pajisur me vegla që ti sistemoj punën, do diçka që s'pëlqen ta sistemoj ashtu si duhet. Nuk e vë absolutisht në dyshim dhe mezi po prisja që të vinte momenti, koha, sepse unë e kam ndjekur lindjen e këtij resorti agroturistik qysh në fillim, edhe më ka pëlqyer shumë ajo shpreha jote që është një agroturizëm kapitalist. Do me thënë, nuk jemi duke folur. Zengjin, me idenë, fshat e Zengjin, që sot ne quajmë agrokultura kapitaliste. Gjithmonë fshati Zengjin ose kapitalizmi që pak e thonë. Po, sepse fshati në periudhën e kapitalizmit që është i pasur, nuk mungon gjë, kështu si ka qenë dikur. Sigurisht. Do të thonë pra që të jesh fshatar, nuk nënkupton të jesh i varfër, të jesh pa burime, të punosh, të lodhesh dhe të mos nxjerrësh gjë në dritë, por do të thotë që të marrësh, të përfitosh të mirat që t'jep toka, duke punuar fort dhe duke i shfrytzuar ato në maksimum, siç bëni ju këtu në Nano Resort. Dashuria për tokën dhe për bujqësinë unë kam pas të mbarshur që nga brezi i gjysheve. Gjyshet e mi kanë pas toka, kanë punuar dhe vetë edhe me kur thonë dhe me punëtori e njëra tjetrën që kur kanë qenë para luftës së dytë botërore. Edhe nga ajo kohë më kanë stërvit këtë, kam një gjuhë, më ka pëlqyer, kam bë disa lloje, domethënë kështu provash e njëra tjetrën, më ka dalë suksesshëm. Kjo ishte se ne fillum kapitalizmin për mbjetesë, nuk ishte se ishim me ligje pa ligje njëra tjetrën. Dhe si përfundim kishte në ëndrat e mia që nuk i heq kollaj. Unë në fakt je ndër të paktët njerëz që njoh dhe kjo mund të tingëlloj kontradiktore dhe mund të zgjoj kontradikt, me një dashuri kaq të madhe për tokën. Pra njoh shumë pak njerëz që e dashurojnë tokën si ti dhe më besoj që njohim shumë. Toka prodhon, toka tash problem. Nuk e di, më bën përshtypje vazhdimisht, domethënë. Unë merrem dhe me biznes, jam profesionist, jam 35 vjet që punoj me Kinën, me gjithë societet. Pra ti je një biznesmen që merresh edhe me aspektin industrial të kapitalizmit, po aq sa merresh edhe me çdo fije bari të tokës. Jam pak detajist, thënë drejtën. Domethënë ti shkon me gërshërë në dorë edhe ku shikon një degë që ka dalë tepër. E krasit, e pret, domethënë nuk të pëlqen puna që bëjnë të tjerët. Jo. Pra do këtë rifiniturën në përfundimtare që do t'ja bësh vetë. Detajist është i domosdoshëm detajizmi në këto fuqat tona, domethënë, se s'duhet një bim që nuk prodhon, mbaroi ciklin e vet 3 mujor, 2 mujor, 1 mujor, ajo do prej, do krasit, do servitur për të ardhur pra prodhimin në kohën kur e ka prodhimin. Do t'i shohim, do duam t'i shohim edhe aspektet të tjera të fermës edhe të agroturizmit, sepse ka shumë për të parë. Kemi prodhimet e dimrit, kemi serat që kemi 3000 metra sera, të bëra të mbushura plot janë me gjelbërim, gjithë llojet e jordanierëve, domethënë që janë këto gjethoret, ato shkuroret, rrepat e ndryshme e gjitha me radhë. Kemi edhe këtu në hyrje, që është domethënë mbjellës, është lagre bardhë. Okej, do shkojmë, t'i shikojmë të gjitha me radhë. Po.
kjo serë është ndër të para që është bërë, në eksperiencat e para, ku ka dhënë rezultat pozitiv. Këtu është 5 deri 6 prodhime në vit. Sallata po shoh shumë. Këtu ke lloj sallatash. Kjo është marulja e Stambollit. Po. Kjo është sallata çikore apo kaçurreli që themi, vazhdon në Timiral dhe ajo sallata e qetë quhet ajo. Sallata e verdhë. Po. Ajo atje në fund. Kemi karçofilin. E pash edhe atë. Kjo është fjetje tash ti. Po shikoj që ka shumë Edhe kam mbjellun. E di, e shikoj. Kujdes e djeg. Hithrat. Hithrat e vogla. Unë i kam mbjell këto. Në Shqipërisë mesme i themi hiskëll vesh vogël këtij. Jo, kjo është e vogël. Jo, nuk është e vogël, por kjo është e re. Kjo është hisëll. Kjo vlen për shembull kur keni dhimbje gjumi me rraf. E vendos aty që është. Jo, drejt në mish. Kush doron dhe heqin. Ose kushdo që i thua për shembull dua byrek me lakra tegra. Jam dogj. Ekziston koperin, kemi këtu, kemi lloj-lloj, kemi atë karrotën, kemi pazin e madhe. Tani, çfarë bëni me serat gjatë gjithë vitit? Çfarë mbillni? Serat mos harrojmë që jemi në muajin dhjetor. Nëse di sa është data sot, po. Nëntor. Jo, nëntor e di, po sa është data. Edhe kështu siç i shef, sot do të shohësh deri në hyrjet pranverë, domethënë deri në mars. Pastaj fillojmë mbjellim domaten e njërin tjetrën e kështu me radhë. Do të thotë jeshillëqet për dimër dhe perimet për verë. Po, dhe perimet. Atje serë e vogël tjetër. Ju jep dorë, besoj sera për edhe ushqimet e agroturizmit. Po, sigurisht. Këtu çfarë prodhom, çfarë prodhojmë ham. Pra nuk vjen absolutisht asgjë nga tregu i jashtëm. Ti e përballon të gjithë. Nuk i pëlqej. Të gjithë kërkesën gjatë gjithë vitit ti e përballon me prodhimin. Edhe frutat sa arrim t'i vjelim dot. Besoni, shqipni për shkakun është akoma sheka në deg që ne i përdorim dhe lëngjën njëri tjetër, nuk del, nuk arrim dot t'i mbledhim apo kështu me radhë. Edhe vreshti po ashtu që sapo ka mbaruar. Tash kemi filluar situatën e ullive. Që edhe vreshti po bën 2 herë në vit sepse pam rrushin që është ende i papjekur. Ja, ai quhet, ai rushi i dytë quhet ai, ai është si rushi i llastuar, domethënë nga që ka ushqim e riprodhon prapë dhe koha është ka mbajtur zot shoqyr. Është jashtëzakonisht. Kështu siç e shef domethënë i ke në çdo stin. Kjo është një lloj sallate që prihet dhe rilind prapë dhe bëhet prapë. Pra ju prisni gjethet, po themi dhe ajo vazhdon prodhon që të jetë vazhdimisht në dispozicion. Që të them që është si është. Ne lam rrënjën aty. Dhe ajo do prodhoj sërish. Kjo është sallata, më falni për atë thikën, po është thikë pune. Kjo është çikoria, sallata çikoria, ose kaçorrela është me vlerat ushqimore të jashtëzakonshme në raport me sallatën e zakonshme. Dikush mund ta duhet të zier, siç thon këto nga jugu që është ajo është për njëjtën parametra me ato të jugut, me ato që dalin këto në që mbledhin këto anet. Këtë do na e gatuash për drejt, do na e gatuash. Kjo zgat, domethënë nuk duam ta gatuajmë, po sikur ta bëjmë vetëm sallatë. Sallatë dhe përpunim pak me dorë. Sallatë. Unë e njoh shumë mirë resortin dhe për mua nuk është surprizë, po besoj që për ata që e shohin për herë të parë, është jashtëzakonisht surprizë dhe një kontrast i madh luksi në dukje. Por unë këtu kuptoj atë shprehjen tënde kur thua kapitalizmi fshatar ose agroturizmi aristokrat. Mua më pëlqen t'i them agroturizëm aristokrat, sepse gabimisht është ngatruar gjithmonë koncepti i fshatit me varfrinë. Mirë po, mund t'jetë shumë bukur jeta në fshat, edhe me një luks të tillë si ky që keni ofruar në resort. Koncepti kryesor, ose ajo është baza, themelia apo rrënjët, si duhesh, i agroturizmit, është për pjesën aristokrate të vishëm. Ka lindur nga klasa aristokrate. Pra jemi duke folur për mirëqenie. Jo se jam unë aristokrati. Unë jam kryepunëtori. Kështu i kam qenë vetëm. Por, domethënë në vendet flas për vendet e zhvilluara, Itali, Francë e tjera, është pjesë e asaj klase. Domethënë kuptimin e që din ta bëjnë, mendojnë para mendime me ide. Edhe këtu për shkakun, ti ke pa kështu, po s'ka qenë kështu. Jo, sigurisht, bëhen ndryshime të tjera, po. Ato aq detaje i kuptoj, pra i vëre. Jo, nuk e kam se po i harron. Se duket pamja këtu për shkak, po ne ndryshojmë pothuajse, ndryshojmë çdo ditë, çdo kohë. Edhe me këto detaje nga më të vogla.
Ja këtu për shumë që aktivitet tërnatën mbrëm, dhe nuk është sistemohesh si duhet. Po, e kuptoj, e shikoj dhe unë, do me thonë që diçka E pastër është, po, nuk kanë shku gjë në vend në tyre, se ka qenë që këtu janë këto mblidhen sebepe ka 25 veta datëlindje, sebepe për qejf, për dëshira, njëra tjetrën gjitha bashkë. Po si kjo kemi dhe një sallë lartë. Pra një grupi prej 20-25 personash, përveç se ti i ofron pra këtë intimiteti në një sallë të vogël, i ke krijuar dhe një kënd pushimi që do të thotë fëmijët e vegjël, dikush një person i moshuar që lodhet duke e qëndruar në karrike, mund të vi dhe të rehatohet shumë mirë në koltuk, madje edhe me faktikisht tash jemi specializuar përveç se kësaj, domethënë jemi specializuar për pjesën e jashtme. Flas për këto parqet që kemi ndërtuar. Është parku i madh që kemi aty lart, një park më i vogël këtu dhe një i ri që për eventet, për festat, që ju i keni të shumta tashmë. Po, fantastike me të drejtë kemi krijuar këto ambiente sa që unë ndjem shumë më mirë jashtë brenda. Domethënë kushdo që të bëjë një event të shkëlqyer në detaje dhe nuk do të vrasi mendjen fare se si do shkoj, vjen rezervon edhe e ka të kopsitur. Kemi arritur të bëjmë edhe deri në 460 veta dasëm. Është shumë. Që ishte përgjithësi shumë e madhe. Sa dhoma ka resorti? Kemi bërë, do ta them aty jashtë, 850 veta ishte rezervimi, kanë ardhur mbi 1000 vetë, se unë mas ka makinat që ishte parkingu, mbi 1000 vetë një event, kuptohet një kështu domethënë në këto self-service jashtë, tek ambienti i shkurtër. I madh, po i eventeve, po. Urdhësim the? Jo, po pyesja sa dhoma ka resorti? Resorti ka 12 dhoma dhe 2 suita, si domethënë suita shërbimi. Suita, po, suita shërbimi. Këtu janë 4 dhoma. Matrimoniale janë me dope krevat, ne kemi sistem. Le të themi që përdoren kryesisht për ata që vinë, po themi të bëjnë një event në mbrëmje dhe duan që të pushojnë të qetë. Po, ka, shtunë djera janë familjar që vinë, duan të ashtu të ashtu që turistë të huaj që preferojnë të vinë këtu dhe të qëndrojnë. E gjithë vera ka qenë, po nga që kemi pas shumë aktivitete jashtë, tash do të e keni pamundur të menaxhoni gjithë. Jo. Ne jemi të ndërgjegjshëm. Tash ai flen në dhomë dhe unë bëj dapa-dupa atje. Nuk ka kuptim. Pra është një shërbim që duhet ta ofrosh të plotë edhe atë. Do të jemi të ndërgjegjshëm. Kur ta ofrojmë shërbimin, ta ofrojmë nga fillimi deri në fund. Meqense se jemi në mjediset aristokratike të hotelit, unë dua ta mbyll me një pyetje të fundit. Kam parë që nëpër resort keni shumë objekte të vjetra me vlerë. Pse nuk hapni një muze për ato dhe ti në resort ke edhe një muze privat? Është e vërtetë. Qoftë edhe etnografik, pra për të treguar elemente nga jeta e përditshme. Unë kam pas me shumë dëshirë dhe nuk ikën nga dëshirat e mia, se jam nga ato persona që po e thashë gjë e mbaj, edhe e flen në ëndrat e mia, po jo vetëm në ëndra, unë i kam dhe në magazinat e mia këto antikuaret të Shqipërisë kryesisht, po dhe të botës zhvilluara. Pse jo, sepse kam marrë muzet e botës me antikuaret huaja. Kam 2 vazo që i kam marrë në një ankant në Kinë, që domethënë i shikoj nga janë darë këtu janë. Që është gjuna që të mos i shohësh. Atëhere unë nuk po ta marr si premtim, po shpresoj që kur të vim herën tjetër që të bëjmë diçka për resortin, do duhet që të vizitojmë dhe të shojmë edhe muzeun. Hapet e para kanë filluar. Ky është nga varietetet e ullirit, varietetet e para që kemi mbjellë të ullirit. Është ullir tavoline, Lecino. Ky është Lecino, është. Le të themi kur e vini, kur e mblidhni këtë. Tash është koha, ka filluar domethënë, është ndjedhur me dorën se ky doron për shkak. Kripa, ky është ullir kripe që thon. Po. Ju e mblidhni me disa faza ullirin, besoj, apo jo, për vajin ekstravergjine, për të ngrënë, për ullin tavoline, për Faza e parë është ullir tavoline. Po. Faza e dytë është për të bërë ekstravergjin vajin e parë, që ne kryesisht e kemi për këtë, domethënë. Për ekstravergjin, jemi në vazhdimsi, domethënë nuk ndalojmë tash, masi mbaron ky tavolinë. Në bisedat që bëm që parë, 3000 litra vaj ulliri afërsisht. Po, sigurisht, kam për bërë. nevojat të resortit gjatë gjithë vitit, që do të thotë është një numër shumë i madh njerëzish që vjen gjatë gjithë vitit. Jeni të kënaqur, besoj, me ecurinë apo jo? Po, faleminderit Zot. Faleminderit Zot. Me thonë dhe edhe ne i shërbem, mundohemi shërbem, domethënë me të gjitha mënyrat që pas të gjeni të kënaqur. Jeni ndër më të mirët për këtë, se unë kam parë edhe review, janë të gjitha kështu me superlativa. Përpiqemi dhe do të vazhdojmë përpiqemi rrugën tonë ta çojmë deri në fund si profesionista. Dhe jam shumë e bindur që po, sepse vetë puna të dalë pak nga tema, ne çdo vit këtu kemi mbjellje të reja.
bie të reja. Po të kthehemi në kurizin tonë aty janë disa lloje fish, është vendi tash kanë bërë eksperimente ku bëhet fiku, ku bëhet ky perim, ky fruti tjetër apo më dhe kemi dalë në funksionet që secili do këtë vend, këtë tokë, këtë pamje. Do vendin e vet, tokën e vet, trajtimin e vet dhe periudhën e vet. Kjo që ajo është e mbyllur. Pikërisht edhe çdo vit ne pastrojmë, heqim ato frutat ose pemët frutore që nuk shkojnë, i largojmë nga vendi ose i shumtojmë. Njëkohësisht, ja tash shikojmë këtë ujëmbledhësin këtu që ne kemi ndërmend bëjmë një gjë të bukur. E përdorni besoj për nevojat e resortit. Sigurisht e përdornim, se tash është koha e shkuar ajo. Tu është fusha tjetër, kujdes nga ajo. Tu është fusha tjetër që ne pas kam bërë këtë jashtë më duket, bravo. Po. Që ne do ta shikojmë nga afër. Atëherë kjo ka qenë një ujëmbledhës i madh. Këtu. Se kemi një zonë që e mbaj mend. Të gjitha ujërat, këtu ka pas dhe peshk dhe ushqimor, ne përdorim. Ne thoshim liçeni që kishte. Ne përdorim shumë interesante kjo, bënim 2 herë, 2 radhë furnizimin me furnizimin, po këtë disinfektimin e rrushit, se këtu kemi pas peshk, tani që e mbyllët, si e keni zgjidhur problemin e ujit? Jo, është i zgjidhur ajo, po ta shpjegoj deri në fund, se është shumë interesante. Kjo është nga eksperiencat e mia marrë të vjedhura në Kinë. Ata e përdorin shumë dhe në rrënjë, sepse është, më falni, po është urina dhe jashtëtit e peshkut, që sot e kësaj dite është nga më modernet në këtë aquaponin, prodhimin në serë me ngroje nëpërmjet ujit dhe ushqimeve që merren nëpërmjet ujit bima dhe bëhet që mos ta besosh. Ne këtë e kemi pasi lënë parë nga prania e ujit dhe e peshqve dhe bënim disinfektimin e ardhive 2 herë. Pastaj kalojmë me këtë ujë. Përveç e vaditjes. Shumë interesante. Po, erdhi kohë që ky ujë filloi të dekompozohet. Nuk si mjet kishim shumë rreshje me mbush, sa mbushëm me ujë, hikën, vjen dhe çdo gjefe, çdo kërcellë, çdo mbeturin fruti, lidhet, ripërdoret, kombustohet ose blidhet po themi cikli i mbyllur. Përpiqemi bëjmë edhe këtë fluksin, edhe këtë të luleve që kemi çdo stin, me lloje të ndryshme që mos mungoj asnjëherë lulja dhe ndimër dhe nder, pavarësisht se ndimër që bën vetëm. E pa me vumre. Po na bërtasin patat. Po na përshëndesin nga larg. Po na përshëndesin. Tash llastohen. Mashallah shumë. Po. Ne kemi edhe mjelma. Po, mjelma dhe kemi si zonja shtëpia, kurin maj ato, dhe ka dhe tjera, po. Diku janë 2 andej po lajnë, 2 rujnë, gjelet e detit, patat, rosat, e kemi shumë. Këta këtu kemi në mend bëjmë një gjë të bukur prapë si e fushë lart. Që është? Po do studiohet për fëmijët. Do studiohet me detaje që si të kthehet në një habitat ku mësohet, për natyrën sidomos. Një formë e tillë, po do të jetë shumë luks. Do bëhet vetëm me natyrë. Vetëm me natyrë, jo, me vetëm me natyrë. Shëtitjet shikojmë versione si mund të përgatitet një bimë e vogël me hark, me kënde. Si krahasiten bimët dekorative. Po. Shumë bukur. Jam e bindur që sigurisht në tryezë nuk ofroni dot në një tryezë kaq të vogël gjithë kopshin e miradinave që i ofroni klientëve, sepse është e pamundur që t'i përfshish të gjitha në një tryezë, por njerëzit e dinë, ata që kanë ardhur e kanë shijuar Nano Resort, shërbimin tuaj të shkëlqyer e mbi të gjitha kuzhinën shumë të larmishme e cila nuk kufizohet vetëm me kuzhinën tradicionale standarde që shikojmë kudo. Pra, këtu ka krijimtari gastronomike. Është vërtet. Nuk dua të pyes për këtë. Pra, unë do kisha preferuar edhe vetëm shegët dhe ullinjt, me që jemi në stinën e shegëve dhe në stinën e ullinjve. Unë do preferoja për të parë, le të themi, ngjyrën e vërtet dhe viskozitetin e lëngut, pra nuk jemi duke folur për ujë me ngjyra, jemi duke folur për lëng shegë të vërtet, të shtrydhur nga shega. Ne kemi 2 lloj shegësh këtu, mos them edhe të tretën, po këtë që piqet sipas kohës, dikush piqet në 15 gusht, dikush në shtatore, edhe kjo e fundit që është grandifulli,
Kjo është kjo që i kemi në dorë. Me këtë lëng Po. viskos. Këtu e pa fund, mund të jenë 700-800 rënë shek, po që ne trajtojmë në këtë formë, thënë drejtën. Tani, përpara se të pim lëngun e shekës, unë dua të di çka ka këtu brenda. Aty është pula, Kjo është pul me përshesh, po më bëjnë syt? pul me përshesh, Pul me përshesh. pul me pilav, pul me Pul me lloj-lloj gjithçka. ragje si i do. Dhe serviret në këtë Pul i në këtë shtëpisë, lloj ke parasysh, ne kemi konfeksioni. stanin Sigurisht, me 10 po nuk e vë asnjërin dyshim duke dëgjuar zhurmën e madhe Për të të pulave mirë dhe se u të lodhe. patave. Le të bëjmë gëzuar me një lëng shege, Ta bëjmë kështu por pa unë zhurmë. Se frutat nuk nuk duhet të kenë përpaqen. zhurmë. Unë dua të bëj një sa e mirë që është. ka Dua stilin, të të ka bëj një po. pyetje të fundit. Je i lumtur me këtë që bën gjithë ditën? Dhe se lodhem shumë, përfundimi i ditës është bilanci i fundit të ditës shumë i lumtur. Flas Je i Për lumtur se aspektin e mirëmbajtjes, e shikimit, e kalimit gjithçka e këtë gjithë resortit, ajo është natyra ime e punës, të prodhoj sa më shumë gjëra të organike në shërbim të klientëve, pa rrena, s'ka rrena. Çfarë prodhom? Ham. në Kjo është nano resort. mënyrë bio-organike, prandaj e ka nano biofood. Në mënyrë organike. Bio është Tjetër gjë. është tjetër gjë, është laboratori. Bëhen laborator bie. Po. Organike. Mos Organike gënjem, siç e mos prodhon gënjem, toka. po. Siç e prodhon Po, toka siç e- pas një ndërhyrje. me gjithë lëndët e para që i prodhon natyra. Unë të falenderoj shumë që na prite, Kënaqësia ime. që na sajdise, edhe që pam së bashku një pjesë, më besoni, shumë të vogël të këtij resortit të madh që është një zonë e tërë agroturistike nga ku toka prodhon, krijon, performon, po sigurisht nga duart e këtij arkitekti të tokës, do thoja unë, që është Kliti Nano. Së bashku me stafin. Mirupafshim në episodin e radhës. Faleminderit.